Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të shtunë datë 29 nëntor. Gazeta Dita hapet me lajmin arkivat gjermane për 29 nëntorin publikohen faksimile të shkresave për largimin e ushtrisë gjermane nga Shqipëria. Detajet e tërheqjes nga Shkodra të korpusit 21 alpin në drejtimin e generalit Ernest von Leister. Çlirimi sipas dy dëshmitarëve okular, i pari prift, i dyti partizan, njëri humbës, tjetri fitimtar. Në gazetën Panorama mund të lexoni pavarësia e Shqipërisë, siguria, ekonomia, Trump mesazh për angazhimin e përbashkët. Kjo punë ka një kosto, si i nxori ish oficer i antiterrorit sekretet hetimore për 15.000 euro. Në gazetën Telegraf mund të lexoni, ju kish rritur nëna për një botë të re, Lule more trimaj që ratë për atë dhe. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni, Vllaznia hap krahun te Uta Trondit Shkodrën, Grezda, kjo është Shqipëri më e mira e të gjitha kohërave. Nuhiu kënaqet me 1 pikë, Tetova luajnë për fitore. Milani kreu kalon nga testi Lazio. Rice sfidon Caicedo, Chelsea tremb me Mbappé, Reali nuk varet nga unë, detyrë të shënoj.